Në të njëjtën kohë, ne kemi një financim prej 10 milionë eurosh, i cili do të jetë i fokusuar në një program të ri që qeveria shqiptare tashmë do të çojë përpara së bashku me bashkitë, që ka të bëjë me përmirësimin e transportit urban. Ku ne dim shumë mirë që tashmë transporti urban mangësitë e veta që ka pasur ndër dekadat e fundit, në fakt po i nxjerr edhe më shumë pa si e lloj e kërkesës të atyre që vinë dhe vizitojnë Shqipërinë për të përdorur këtë shërbim për të eksploruar Shqipërinë në të gjitha bashkitë e vendit. Dhe besoj që ky program që ne tashmë duke ndërtuar, ku ne do të krijojmë një bashkëpunim të qëndrueshëm midis fondit shqiptar, i financuar kuptohet nga qeveria shqiptare, menaxhimin në nivel lokal do ta bëjmë bashkitë, ku bashkitë do ta mbajnë të përgjegjësi dhe të arrisin përgjegjësinë që kanë për sa i përket përmirësimit të cilësisë shërbimit të transportit urban. Besoj që do të jetë një risi e jashtëzakonshme dhe aq më tepër një përgjigje e shumë prej ankesave që ne hasim, jo thjesht nga vizitorët, por patjetër edhe nga qytetarët në bashkitë të ndryshme.